Ja, mirëmëngjesi të gjithëve. Tani, kur ta dëgjoni këtë që do them tani, do thoni që ora po tash ju kujtove ti dhe keni drejt, por mos e paragjykoni thelbin e kësaj video përpara se sa ta dëgjoni. Tashi, sot është data 2 maj. Dhe prita deri me datën 2 maj për të uruar ose jo 1 majin. Problemi është se prita 24 orë se thash me 1 maj do ketë një protest. Se është dita punëtorëve, pra është dita për drejtat e punëtorëve kështu me radhë. Thash do ketë një protest, në një ankesë, ndonjë sensibilizim, ndonjë gjë fare. Ne vazhdojmë edhe në thojza e festojmë 1 majin si në kohët komunizmit. Gjithë bota, po të shikonin gjithë botën, ka element proteste, ka element kundërshtie, ka element kërkese, vetëm këtu te neve ka vetëm element feste. Se ç'a festojmë, një zot e din. Dhe ky 1 maj ishte po njësoj. Pra nuk u protestua asgjë, thjesht u gëzuan rob që është 1 maj sepse është ditë pushimi. Nuk e kuptoj pse jemi kaq mbrapsht nganjëherë neve, jo nganjëherë, po në disa raste jemi mbrapsht. Dhe prandaj prita datën 2 maj për të parë se ç'a do bësh me 1 maj, që edhe ta komentoja, thash të thoja përshaj bravo i qoftë ti, bravo i qoftë ati, bravo i qoftë tyne sindikatave, bravo i qoftë tyne që ankohen, kërkojnë, pretendojnë. Hiqmor, ne si ku jetojmë Danimark, s'kena si problem. Me qëra fjala, hajtë gëzuar 1 majin, bra. Mua bet. Shqiptarët e shkret, si janë mësu me ngrejt zërin.